Pyetja e radhës është shumë interesante. Thotë që a ka magji për grindjen rrahje të rënë deri gati deri në vdekjen e mes dy vëllezërve, apo pse mundet me ndodh kjo thotë? Shive, nejna interesant popull, për gjithçka magjisja lën fajn. Ngi po njeriu, s'fol me vonë vetë, na ka bën dikush. Jo be, unë jot. Mos respekti jot ta ka bën. Tash t'ja lën fajn dikujt tjetër, jo vetes. Edhe vajzat e reja kanë probleme me njerë, hoxha, valla, une, kur gjanë s'kan? S'ma tham të gjitha. Po da po. Djemt, njësoj. Popullë janë përgjithësi. Një di, magjim kanë ma, jo. Ma shumë gjelozia se magjia. Vlezrit nëse kanë problem të në veti, nga gjelozia e kanë, jo nga magjia. Habili me Kabilin, a magji kanë pasur gjelozi? Në Kur'an thuhet xhelozi. Gjelozia është shumë më e keqe se magjia. Gjelozia e bjen njeriu në atë gradën e shkatrimit. Gjelozia është problemi më i madh në botë. Mëkati i parë në botë është gjelozia, jo vrasja. Se vrasja jo magjia. Jo, magji jo. Ma bon. Pastaj anes Zoti e përmend garan Haruti në Kur'an, Haruti vë Maruti, që do të thonë ato që jo kanë mësuar sehrin kështu më radh. O e shumë vana, ama Habili dhe Kabili kanë qenë vëllezër. Vëllezër kanë qenë, jam të Ademi dhe Islam, nga xhelozia Kabili e vret Habilin. Më thonë kur përmet cili jo mëkati i parë në botë o xhelozia. Edhe këtë problem, ndërmjet vëllezërve, ndërmjet motrave, ndërmjet njerëzve kujshive, në mahalle, problemeve, ma shumë xhelozia se magjia. Por atë çka ku ne mendoj që këtë magjin në shumë herë përdorim, ama nuk do më thonë që është e vërtetë. Po da po. Këshill për ato të cilët kanë grindje. Bëjni sabër, bëjni durim, falja në tjetrit, mos i matni punë me shembull me gram. Ose ta zam, dy vëllezërin, ne baba ka vdek tash, na ka lënë një shtëpi, na ka lënë një televizion, një frigorifer, ku e di, një tokë atje, një vetur. E tash si ato veturën gjysmë me da, sigurisht ato dy fëmijët, va ka lënë 100 dinar, ka thënë dajni. Ai ta ka i fëmia i më i vogël, ta ka 100 dinar si në dy pjesë shkoç. Një pjesë aty. Edhe ne kështu kena me bë. Ato fëmijë ka hije kështu gabim me bë. Ne duhet me shku ato 100 mi adhon ati, ai mi në adhon tika 50. Edhe ne vetura në kanon, sa ban vetura, sa ban kjo, nëse bëjmë sabër. A më hoxha këti Iran 100-500 euro ma shumë, po punë e madhe. Po a vllajot? A vllajot e vllajem është? Vllajot, e për çka tash? Nëse xhelozon, pse 1.000 euro i kanë ra vllajën tonë ma shumë? A kemi preparua? Këto në problemi, së nëse ne nuk kemi duhet gjoksin tonë me ha për njerëz, edhe nëse ne kanë gabu. Ki botar duhet me falë, së no. Nëse nuk kena mundësi me falë, atër mos din me ndajt me njerëz. A hipen vetur, dush me qeni pregaditur me alishu, të ki po tash, edhe ma shumë 50% gra me vetura. Po duhet me pregadit së no me alishu rrugën. Normale kam, pse jo së no. Motra tonë. Po motra tonë, jo me bicikla, me trinete, me motora, bombe sabër, po ka lojnë jo, për në të ka lojnëve, se në momentin që ndodhë problemi, pastaj kime qajtë. O atë që ka bona? E gabova, ndodhi ama me dëshirën tande. Por atë shkak ne duhet me kur dalim jashtë. Mos flasim për babën, nanën, vëllezërit, motrat, fëmijët të shtëpia. Dihet atë që duhet me qenë durimtar, po edhe jashtë kur dalim. Çka thot Zoti? Wal kadhimin al-ghayz, ata që e mbajnë mllefin vetvete, wal afina anin nasi, edhe ata që u falin njerëzve, këta janë më të mirët. Nuk u zem në mumat me secilin njëri. Nuk ban me hime një thes me kitë botën. O një thes për njerëz të likë. Ty mos hena të thes, ti të ke thesi tjetër. Ose hitë s'ka nevoj me hinë thes. Se si ti një thesën, se di a mund me dalë. Po si shembull, po thëmë.